Dashi, sot është një ditë për të eksploruar horizonte të reja. Ndjenja e aventurës do të jetë e fuqishme dhe mund t'ju çojë në përvoja të paharrueshme. Në jetën profesionale, qëndroni të hapur për të mësuar nga të tjerët, por mos e lini zërin tuaj të shkojë pa u dëgjuar. Një mundësi e papritur financiare mund të dalë në sipërfaqe, por sigurohuni që të vlerësoni me kujdes çdo detaj përpara se të merrni vendime. Në dashuri, investoni kohë në komunikim të sinqert me partnerin. Kjo do të forcojë lidhjet dhe do të sjellë më shumë harmoni. Ndiqni intuitën tuaj dhe do të ndjeheni më të qetë se kurrë. Kujdesuni për veten duke kaluar pak kohë në natyrë. Ajo do t'ju dhurojë qetësinë që kërkoni. Demi, ditë plot me energji të reja dhe mundësi të papritura. Në dashuri, sot është momenti për t'u afruar më shumë me partnerin dhe për të ndarë mendimet e tua më të thella. Nëse je beqar, një takim i këndshëm mund të ndryshojë perspektivën tënde. Në punë, përqendrohu në detajet që shpesh anashkalohen, ato mund të sjellin suksesin e dëshiruar. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe mendohu 2 herë para se të investosh. Ndjenjat e sotme mund të nxisin të reflektosh dhe të përqafosh ndryshimin si një mik të vjetër. Shijoje çdo moment dhe lejoje zemrën të udhëheq, por mos harro të mbash këmbët në tokë. Dita sjell shpresa dhe fillime të reja. Binjakët, sot është një ditë e veçantë ku energjitë tua do të shkëlqejnë. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një afërsi të re dhe të bukur. Kjo është koha e përsosur për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Në punë, mundësitë për të treguar aftësitë tua janë të shkëlqyera. Mos nguro të marrësh iniciativën dhe të propozojsh zgjidhje kreative. Në aspektin financiar, tregohu i kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Një planifikim i mirë do të ndihmojë të mbetesh në rrugën e duhur. Kujdesu për shëndetin mendor duke medituar ose shkruar mendimet e tua. Dita të ofron një ndjenjë rinovimi dhe frymëzimi, duke të ftuar të ndjekësh pasionet e tua me entuziazëm. Gaforja, në horizontin tuaj ka një energji të ngrohtë që ju fton të përqafoni afërsinë emocionale. Lidhjet romantike kërkojnë vëmendje dhe sinqeritet. Kushtojini kohë të dashurit tuaj duke dëgjuar zemrën e tij. Në frontin e punës, angazhimi dhe përpjekjet tuaja do të vijnë re nga ata që kanë rëndësi, duke sjellë mundësi për avancim. Mos u përpiqni të kontrolloni çdo detaj, por lëreni rrjedhën natyrale të zhvillimeve t'ju udhëheq. Financat janë stabile, por kujdes nga shpenzimet e panevojshme që mund të krijojnë shqetësime të mëvonshme. Sot, përkëdhelni shpirtin tuaj duke kaluar momente qetësie me natyrën ose me një libër inspirues. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo është mikja më e mirë që mund t'ju udhëheqë drejt qetësisë dhe lumturisë së brendshme. Luani, sot është dita për të ndriçuar me prezencën tënde të veçantë. Energjia pozitive do të të udhëheqë në marrëdhëniet me të tjerët, duke të ofruar mundësi për të forcuar lidhjet. Në dashuri, bëhu i hapur për të dëgjuar dhe për të kuptuar më mirë partnerin. Zemra juaj e ngrohtë do të dijë si të gjendet në harmoni me nevojat e tyre. Në punë, kreativiteti do të jetë çelësi i suksesit tënd. Ide të reja dhe frymëzimi i papritur mund të të ndihmojnë të zgjidhësh sfida të vjetra. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, ndaj planifiko me mençuri dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për mirëqenien mendore duke gjetur kohë për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi arritjet e tua. Shtëpia jote është vendi ku ndihesh më i mbrojtur. Virgjëresha, sot dita juaj do të nisë me një ndjesi reflektimi të thellë, duke ju shtyrë të mendoni për qëllimet afatgjata. Në punë, një detaj i vogël mund të sjellë një hap të madh përpara, ndaj përqendrohuni në cilësinë e punës suaj. Në aspektin financiar, është koha të këshilloheni me dikë të besueshëm për të përmirësuar situatën tuaj. Ndërsa dashuria ka nevojë për vëmendje, mos hezitoni të flisni hapur me partnerin dhe të shprehni ndjenjat tuaja. Ndjesia e lodhjes emocionale mund të jetë prezente, por gjeni qetësi në aktivitete të thjeshta si leximi apo një shëtitje në natyrë. Ineksploruarat mund të sjellin frymëzim, ndaj mos keni frikë të hidhni një hap drejt diçkaje të re. Peshorja, sot energjia e mbar do të ndriçojë rrugën tënde. Një surprizë e këndshme nga një person i dashur do të mbush me gëzim dhe entuziazëm. Është koha ideale për të zgjidhur një mosmarrëveshje të vjetër, pasi yjet janë në favorin tënd. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, sepse ato mund të bëjnë një ndryshim të madh. Buxheti yt do të jetë i qëndrueshëm, por shmang shpenzimet e panevojshme. Një moment reflektimi personal do të sjellë qetësi shpirtërore. Fillo ditën duke dëgjuar muzikën e preferuar për të ngritur humorin. Natyra do të jetë një mik i mirë, bëj një shëtitje për të rigjetur balancën e brendshme. Kujto se harmonia fillon nga brenda dhe përhapet përreth. Akrepi,
Sot qetësia do të jetë aleati juaj më i mirë. Ndonjëherë ndjenjat mund të jenë të ndërlikuara, por duke dëgjuar zemrën tuaj, do të gjeni rrugën e duhur. Në dashuri, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo keqkuptim të vogël. Mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni, partneri juaj do ta vlerësojë ndershmërinë. Në punë, do të keni mundësinë të tregoni potencialin tuaj të vërtetë. Një projekt i ri që vjen drejt jush do të kërkojë përqendrim dhe vendosmëri. Në aspektin financiar, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive dhe mendoni për të ardhmen. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke rezervuar kohë për meditim ose një shëtitje të qetë. Energjia pozitive është pranë jush dhe dita premton shumë. Shigjetari. Ndërsa dita zhvillon petalet e saj, zemra jote do të ndjejë një val energjie pozitive. Në dashuri, do të zbulosh një moment magjik që kërkon vëmendje të veçantë. Dëgjoj zemrën dhe mbështetu në ndjenjat e tua. Në punë, pritet një zhvillim që do të kërkojë fleksibilitet dhe krijimtari nga ana jote. Përqafoni mundësitë që vijnë, pasi do të sjellin fryte të rëndësishme. Financat duken të qëndrueshme, por një vendim i mençur sot do të ndihmojë në ndërtimin e sigurisë për të ardhmen. Kujdes për trupin dhe mendjen, një pushim i shkurtër do të bëjë mrekulli. Ndjenjat që të kaplojnë do të kenë një nuancë optimiste dhe shpresdhënëse. Besoni në rrugën tuaj dhe ndiqni instinktet me kurajo dhe qetësi. Britsjapi. Më 11 nëntor, forca e brendshme do të jetë shtysa juaj kryesore, duke ju ndihmuar të përballeni me çdo sfidë që vjen. Në punë, kushtojini vëmendje detajeve të vogla, aty mund të fshihet suksesi. Një bisedë e papritur me një koleg mund të hapë rrugë të reja bashkëpunimi. Në çështjet e dashurisë, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat tuaja. Një gjest i vogël mund të ketë një ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Financat do të kërkojnë menaxhim me kujdes, shmangni shpenzimet e paarsyeshme. Gjeni kohë për të reflektuar dhe për të rigjeneruar energjitë tuaja. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të ndjeni më të mbushur me qetësi dhe harmoni. Lejoni vetes të ëndërroni pak më shumë sot. Ujori. Sot do të ndjeni si një erë e freskët që kalon përmes botës, duke sjellë ndryshim dhe rinovim. Mund të hasni disa sfida në punë, por do të keni forcën për t'i kapërcyer ato me kreativitetin tuaj të natyrshëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë mosmarrëveshjet e vogla që kanë qenë duke kërkuar vëmendje. Sa i përket financave, është e rëndësishme të qëndroni të kujdesshëm dhe të mos bëni shpenzime të panevojshme. Kur ndjenjat e pasigurisë ju pushtojnë, merrni frymë thellë dhe kujtoni që ka gjithmonë dritë në fund të tunelit. Një shëtitje në natyrë mund të jetë mënyra e përsosur për të rifituar balancën dhe për të rigjetur paqen e brendshme. Ndihuni të lirë të ndiqni ritmin tuaj unik. Peshqit. Sot ndjenja e ëmbël e romancës mund të mbush zemrën tënde, duke të dhënë një ndjesë të rehatshme sigurie në marrëdhëniet personale. Kujdesi i treguar ndaj detajeve të vogla do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve. Në punë, një ide e re ka potencialin të ndryshojë drejtimin e projekteve të tua. Guxo të ndash vizionin tënd me kolegët, pasi një frymë bashkëpunimi do të sjellë rezultate të frytshme. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe mendo për investime afatgjata. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të sjellë një ndjenjë paqeje dhe rilidhje me veten. Gjej kohë për reflektim dhe meditim, do të ndihmojë në qartësimin e mendimeve dhe përgatitjen për sfidat e ardhshme.